Teubeja jote ka me qenë qelës për gjenetin tëndë. Pendimi ytë. Por kanë qenë sahabët shumë ma ketë se ti. Shokët e pejgamberit a.s. kanë qenë shumë të ashpër ndaj muslimanëve, ndaj Kur'anit dhe ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Por pastaj kur e kuptonin barën dhe peshën e gabimit që e kanë bë, pendoheshin sinqerisht Allahu dhe Allahu ja pranonte tobën e tyre dhe pejgamberi alayhis salam dhe ngriteshin në shkallët më të lartë, sikur shembulli i Omerit radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu anhu ka qenë burr jashtëzakonisht i madh, saqë kur hypte përmi mushk ose përmi gomar, qofshin nderuar, kujtonin njerëzit se është tu hec në kom dhe kom të zhak i shkoni, so koni madh. Kur heste para drejtarës shtëpisë, kujtoje që është në kali i hypëm për shkak të trupit të madh. Dhe njerëzit i friksoheshin, muslimanët i friksoheshin se një goditje me shoplak me ta mshu, kalin e rrezoke për tokë le manjerin. Dhe kanë thënë sahabët, menonim se gomari e pranon islamin e Omeri jo, Allah e ndroi zemrën e Omerit, bani tauba, dhe ai fuqishëm u bë shumë i butë. Sa që kishte rast nëse gruaja tërhiqte vërejtën për një meselë, thoshte Omeri, gruaja e ka mirë, Omeri ka gabu. Çaj Omeri fuqishëm. Kur ju për ul zemra kashi Allahut, i për ulej edhe krenaria kashi urnave dhe ndalesave të Allahut.